Dashuria kalon nga stomaku, thuhet shpesh, por sipas studimeve të fundit, edhe depresioni kalon përmes tij. Studiuesit gjerman kanë vërtetuar se çrregullimet e shëndetit mendor ndryshojnë mënyrën e të ushqyerit. Një keq ushqyerje do të ndikonte në fiziologjinë e përgjithshme të organizmit, në keq ushqyerjen dhe të trurit apo të gjithë organeve jetësore, të cilat pastaj mund bëhen shkak për fillimin e një sëmundje që mund të jetë ankthi apo edhe depresioni. Në zor, faktikisht, përmes florës tonë bakteriale arrin që të prodhohen në varësi të mënyrës tonë të ushqyerit produkte të mira metabolike dhe produkte të dëmshme. Një nga produktet e dëmshme më të këqija janë proteinat beta që quhen, të cilat arrin që të shkojnë drejt e për drejt në tru, duke ndërlidhur neuronar me njëri tjetrin, duke bërë që ato të vdesin. Sot mendohet që Alzheimeri, demenca, pra si thua shplakja e trurit, vjen drejt për drejt nga mënyra jone të ushqyerit. Pajtohem edhe me rezultatet e studimit që vërtet edhe depresioni si një nga format e mos oksigjenimit të trurit, ndryshimit të neuroreceptorëve që ndodhin, të ketë bazën nga ushqyerja. Depresioni nuk është i njëjtë për të gjithë, por të gjithë të prekurit prej tij ka një gjë të përbashkët, urim për karbohidrate, e cila lidhet me ashpërsinë e çrregullimit të shëndetit mendor. Në raport me njerëzit e shëndetshëm, ata që vuajnë nga depresioni sipas studimit, shfaqin një dëshirë më të ulët për ushqime të pasura me yndyrë dhe proteina. Shkak sipas studimit mund të jenë ndryshimet që kanë ndodhur në sistemin e tretjes. Sheqeri, sot në studime afatgjata, domethënë të 10 ose 15 viteve, kanë dalë që është ai në të vërtetë armiku kryesor i shëndetit, pikërisht sepse është proinflamator, ushqen bakteret e këqija të zorës dhe normalisht duke i ushqyer ato ne arrim që t'i japim më shumë përparësi inflamacionit në trupin tonë dhe përpasoj një kaskadë të gjerë patologjish. Ajo që kam vënë re këtë vit është çrregullimet e ankthit dhe depresive pas virozës, së stinës, virozës që ishte gjatë periudhës së dimrit. Pra, në të gjitha intervistat që unë kam marrë, pothuajse në të gjitha, më kanë referuar që para 2 javësh, përpara 1 muaji apo përpara 2 muajsh kanë kaluar një virozë të rëndë, me temperaturë të lartë, me vështirësi në frymarrje. Por a është mënyra e të ushqyerit në afatgjat ajo që ndikon në shëndetin mendor, apo është shëndeti mendor që përkeqëson mënyrën e të ushqyerit? Hormonet të cilat aktivizohen më afatgjat ndodhin vetëm në sajt të një diete të mirë balancuar me antioksidant, me proteina cilësore, me karbohidrate komplekse, gjithmonë duke ushqyer sa më shumë të jetë mundur florën bakteriale. Në momentin kur bakteret e këqija dominojnë dhe instalohet ajo që quhet disbioza, në këtë çaste kemi një kaskadë të tërë inflamatore në trup, inflamacioni i cili vërtet mund të nisë në zor, por arrin që të shkojë dhe deri në tru, sepse shumica e produkteve arrin që të depërtojnë dhe barierën gjak-tru. Rezultatet e studimit ngren pyetje të mëtejshme për hulumtime dhe trajtime të ardhshme. Studiuesit thonë se kombinimi i terapisë me një dietë shoqëruese mund të sjellë përmirësim të ndjeshëm tek personat me çrregullime të shëndetit mendor.